Vazhdon të ecë veti pari. Në krye të fadromave, shpëtim Gjika po tregon se e ka seriozisht të punë. Ne do të iniciojmë pastaj më pas, gjatë ditëve në vazhdim, edhe ndërtimet me leje, të cilat bien ndesh me planet rregulluese dhe me perspektivat e zhvillimit të zonës turistike të qytetit Vlorës. Operacioni anti-kiosk nisi nga zona e petroliferës, në ish kampin e pionerëve, plazhin e vjetër e mëtej në drejtim të skelës. Lokale provizore, kabina plazhi, çadra dhe objektet e tjera të ndërtuara pa leje u prishën, por Gjika ka edhe një thirrje për Aluiznin. I bëj thirrje Agjencisë Legalizimeve, Aluizit, për të tërhequr mbrapsht të gjitha ato procese legalizimi të cilat i ka bërë në mënyrë të kundërligjshme, sepse përgjegjësia dhe autoriteti i vetëm në Bashkinë e Vlorës është vetëm Bashkia e Vlorës dhe ajo ka të drejtën për të ushtruar kompetencat për të pajisur me leje zhvillimi qytetar të ndryshëm në zona ndryshme të qytetit. Ky aksion nisi 3 javë më parë. Më i madhi i ndodhur në këto kohë pritet të fillojë në muajin shtator, pasi të mbyllet sezoni turistik. Kjo për të mos shqetësuar pushuesit që kanë zgjedhur plazhet informale.